Ky emision mundësohet nga Smart Home Albania, jeto më zgjuar. Eurocold Service, energji që nuk ndalet. Klinika Europiane e Syrit. Electromagic, përjeto eksperiencë. Simak Albania, teknologjia që rrit prodhimin. A fillim çuna? Si fillojmë? A do fillojmë. A do fillojmë, ka do fillojmë. Okej, mirë mbrëma dhe mirë se keni ardhur. Sot me ne është Elgit Bota. Stop dhe njërë. Shumë mirë Aroni. Kush pritoke se kemi një USB? Kemi USB. Po, ja se po zbret vllajt direkt tash. Direkt. Kjo ndodh me Elgitin. O, Laert. Po folë me Roni në burr. Merë në telefon, së është poshtë, dil. Ja, kjo është situata, mi mbroma. Mi mbroma. Jemi në studio me Elgit Dodën, do me thënë nuk është dukshme. Nuk është në i veçanti, do me thënë që ne na shohësh bashk, apo jo Git? Pra bashk. Pra bashk, asa e bukur, është një mik, është një dashamir, është një shok. Çfarë dashamir? Mik dhe dashamir. Nuk është dashamir? Jo, është mik dhe dashamir. Kjo është. Ti ke si anglisht apo shtove s në shumës? Po patjetër. Çuna. Qetësi se më u loni ju dy s'm marrim kurrë. Po, vërtet. Elgit si je? Si jeni ju? Ju keni hap media të re. Po. Si po shkojnë punët? Sikur si djalli. A jeni lodh, as jeni lodh? Luftë o zemra, luftë. Rau bau. Po s'ka, pa luftë. Po, nuk ka. Patjetër. Ne kemi hap media të re, por ti ke qenë prej fillimeve të hapjes, ne me Elgitin kemi diskutuar shumë. Elgitin e kemi si një lloj shtëpie që ne diskutojmë gjëra. Po. Kur kemi diçka për shumë me Elgitin, ndodh që ne mund të rrim pa u takuar ndoshta edhe një muaj. Po, ama 4 javë, ama kur ulemi, me datë, me orë, të gjitha kur ulemi të flasim pa doreza ose pa kanatiera. Jeshtë jemi ndim për njëri tjetrin, kështu që për çdo gjë. Thank you Elgit. Thank you që faleminderit një që pranove ftesën. Pse s'më vjen fare ta bëj këtë emisione normal me ty? Si ka mundësi do? Se sa herë që s'keni në të ftuar, e keni sigur rezervë. Jo, kemi 3 javë që kemi fol tani, hajde. Se e di pse thotë sepse herën e fundit që Elgiti ka qenë në emisionin ton, ndodhi që ishte për shpejt. Po tani sa javë ka? 4 javë? 3 javë. Ka 3 javë. Jo, tërë është vetë ti. Tërë është javë që kaloi. Kisha pëlqen që me Sarën javë që shkoi, po që ashtu të kështu që isha në Gjermani me Albanin. Po të lutem tani. Po agenda këto gjërat, lodhja, po unë i kuptoj. Si shkoi koncerti me Albanin? Si ishte Gjermania? Super ndjenjë. Sepse ti ke qenë në çdo koncert? Po, çdo koncert të Albanit dhe sa më shumë koncerte që po bëjmë. Okej. Emocioni është shumë i bukur. Energjia, po mësohem me skenën shumë. Pak performancë më shumë se sa në koncertet e tjera sepse fillon të bësh. Do të komplimentoj edhe për vershin një. Po, versi si je po gjithmonë, po gjithmonë. Jo, është bërë si një Chris Brown. Më pëlqen shumë stili i Elgitit sepse janë të paktë artistët që eksperimentojnë ose marrin guximin që të vishen pak jashtë normales, do thoja, kupton? Shiko, skena e pranon. I pranon, po artistët në përgjithësi nuk para eksperimentojnë. Edhe unë kam lejtë shumë safe, në fakt. Këndeti me kollare, me këmish. Me gjërat e mia, po ka vendosje të jem pak më ndryshe. Edhe të them të drejtën. Edhe brenda stilit tim, E di çam bëri përshtypje dje më bëri përshtypje se po shifja që intervistën e fundit për të parë, domethënë që mos bënim të njëjtat pyetje. Edhe kur pash veshjet e intervistën e fundit e po krahasoja videot në Instagram, zëmra, ke ndryshuar shumë jetë tjetër njeriu valla. Po. Si kam çfarë të ndryshoi ty Elgit? Çfarë më ndryshoi, po trajnime. Shiko, vjen jo Elgit trajnime. No, më shifin. Vjen e gjitha me eksperiencë. E gjitha me eksperiencë, sa më shumë kalon, aq më shumë ti. Më duket sikur ti dhe ke çik më shumë kohë tani të merresh me veten. Unë ndjek këtë gjë tek ty. Është vërtet që jam fokusuar te vetja shumë. Sepse edhe krimtaria në studio është fokusuar e gjitha te pjesa e ime, që po krijoj vetëm për veten. Dhe në këtë prizëm
edhe po mendoj shumë edhe për veshjet, për gjërat, për klipet, për kështu jam më i përqendruar te vetja ime. Nuk e di se di publiku, por Elgiti ka bërë një ndryshim shumë të madh. Jo në mënyrë se si ti krijon, po flas në një studio të re me një investim goxha të madh. Po, kam bërë një studio, jo një, në fakt janë 3 studio. Një ambient shumë i madh, një ambient shumë i madh. Unë po e them në mënyrë shumë modeste, sepse duhet të thoja që ajo është super studio. Është, si më thon, investimi i jetës time. Që do thot, unë kam kuruar këtë studio që nga akustika perfekte brenda. Mund ta tregojmë procesin se është shumë akustika, po është proces shumë i gjatë sepse kjo studio skema akustike, kjo është ngretur e gjitha në ajër. E gjithë studio është ngretur në ajër me susta poshtë, me susta që mbajnë komplet betonin dhe mbajnë të gjithë dhomë brenda dhomës, nuk ka lidhje me asnjë kolon, me asnjë mur, me asnjë lloj gjëje tjetër. Është ajo bën suspacion sipër sustave, amortizim. Do thotë që në basin, që në zhurmat, që në decibelet më të ulët ose që në frekuencat më të ulta nuk ndihet asnjë gjë edhe për shqetësimin e njerëzve. Të treja studiot. Por të treja studiot. Por dhe brenda është super akustik. E marr nga North Acoustic që është një nga firmat më të forta të akustikës në botë. Bravo. Plus pastaj pajisjeve që janë brenda, se mos i përmendim me emra se i bëjmë reklam. Se fillojmë dhëm koka, koka me i përmend. Dhe janë 3 studio brenda që besoj do flasim çik më vonë për pse janë 3. Se janë 3 studio. Po shumë më bë shumë qefi kur ti e morë si vendim që të bëj një studio, sepse mbamën ku kemi si e kemi nis sa e bukur. Ku kemi punuar. Atë ka bërë ajo studio vogël. Po mirë, ajo studio e vogël shiko, ajo është një do ta trajtoj në mënyrë të tillë sepse ajo studio sa metra katror, mund të jetë diku te 30 metra katror? 35 metra katror. Studio përpara kësaj. Studio përpara ka qenë 35 metra katror, por ajo studio është si më thon diamant dhe un kam kujtime shumë bukura aty dhe un akoma s'e kam lënë atë studion, vazhdon edhe punon aty. Edhe un kam lënë sepse kam shumë nostalgji. Dhe ndonjëherë kthehem jo me pajiset që kam pas, sepse unë i kam trasëruar gjithë pajiset atje, por kthehem për të pa nëse mund të krijoj diçka tjetër, është nostalgjia dhe e kam provuar dhe kam kriju prap aty. Por i kam regjistruar të gjithë pasaj vokalet. Çfarë ndjesie ishte po? Unë vajta kopa shkel tek ajo studio, ha? Aty rini me orë. Nga mëngjesin darkë. Shiko, në momentin që kisha 8 muaj pa u futur brenda, kupton? Dhe në momentin që hyra brenda ishte një lloj emocioni, sikur po hyja, sikur kisha lënë shtëpinë e vjetër? Sikur kisha braktis. Elgitin e vjetër. E kisha braktis diçka dhe po shikoja dhe tash biles më krijon ca emocione, sikur e kisha braktis diçka dhe shkova e gjeta dhe ajo s'kishte ndryshuar dhe ajo më priste. Priste kështu si me duar hap. Nuk du ta vazhdoj mos se vazhdojmë ndrym tem. Jo, do shumë emocionale se ne kena përjetuar shumë bukur. Domethënë ajo periudhë të paktën me ne të tre se ne jemi njohur tek ajo studio bashk, me Donaldin kam kohë që njihja. Aty jemi puth për herë të parë Elgit. Po, bashkë me Elgitin dhe aty kemi ndendur nga mëngjes edhe mezi prisim që të futeshim në studio. Ajo ishte si studio, si kafene, si vend ku ne faleshim, ku ne tregonim historitë më të errta, pjesët më të errta. Kur doli nga Bigu ky që ishte vendi më i sigurt. Më i sigurt në rinim studio. Dera që mezi mbyllej, që u thosha mbylla atë derë se kisha frikë se më përgjoni. Vazhdone ka këtë. Unë kam akoma. Vazhdone ka këtë. Po, s'ka gjë. Të kalon. Po që ti kthesh akoma tek ajo studio. Të mendosh domethënë gjithë hitet që janë bërë tek ajo studio, që janë shumë. Toxic Love, Kuje, ajo FL-ja, Fatal Love, Identity. Po. Ka shumë. Gjitha hitet domethënë përpos gjithë hiteve që ke bërë më pas. Si mua është bërë po prap atje, me Dafinën. Ka shumë këngë që domethënë ajo studio sa metra katror ishte? 50 metra katror? Po, ditë e natë aty është bërë. Thuju është bërë atje pa më. Po. Bile kur shoh në s'ka të bëj si ta them mjeti
S'ka të bëj nuk është dora. shpata. Nuk është shpata. Po se thash gabim, s'ka të bëj dora, është pata, po, skandal. Për ty Por, është kundër. Skandal, Edhe skandal. kur është shpata e mirë, luftohet më mirë. Nuk që nga keq, nuk që nga keq. E, po qa periuda që më kujtoj mbamën koncertet? Flasit qik për... Po aty ka dalë talenti. Një super talent, ka dalë talenti. Ka dalë talenti tjetër, studio talenti. Qa kesh me mua që të merrje Jo, që ka mesh me të dy unë. Që ka mesh me të dy, kjo pjesa ka qenë... Ama unë e kam shijuar shumë, se ju marrë Ka qenë një periuda më të bukur atje. E ke shiju ti zotëri se ke qenë shumë mirë aty se i kishe mjeshtrin përpara edhe asu lodh të leja zërin tim poshtë aty. Mbushe i kështu. Unë moment që lesha zërin tim thotë ma le që zërin tat poshtë edhe kopionte kështu not për not. Po ta vini re, për shembull unë gjithmonë kur këndoja që idja zërin në piko, kisha gjithmonë në kufje zërin e Elgitit dhe mundohesha që ti imitoja Elgitin, po se doja shumë Nëse ka qenë skandaloze që unë do të them që ditë këndoj. Po mirë, flasim Ma ka qenë shumë e bukur si proces. Ne zgjodhëm formën më të mirë që ti të takoje të gjitha ato fansat që kishe fanbasin ta. Ishte koha, ishte gjëja më e bukur se si mund ta sillim. Dhe më shumë, më bukur se kaq që ne të shkoshim me një këngë, me një gjë. Besoj që ka qenë super ide. Kemi qenë të parë që kemi bërë. Po aty unë nis le të themi si skem. Aty u hap muzika për herë të parë, jo se fiksa që ne. Ka qenë shumë interesant koncerte. Po koncerte, tregojmë një histori nga koncerte për gjithë publikun, Flava. Ç'a na ndodhte? Ne shkonim, domethënë ishim të vetmit që mund të shkonim vetëm në Prishtinë. Mund të mbyllim sa 6 data në muaj. Kishim, po 6 data, 7 data kena pas. 7 data në muaj. Ka qenë e forta që ne kishim datat edhe në Kosovë kishim datat për shembull një në Gjakov, një në Pej, një në Prishtinë. Dhe problemi ishte që mamen që u desh që ne të ktheheshim. Ne shkonim marroni koncertin, jo me net atë natë aty dhe shkonim. Po, ditën tjetër mund të rinim shumë minë dhe natën tjetër. Për shembull kishim koncert, ja shpjegojmë kështu publikut. Kishim koncert në Prishtinë. Ditën e premte. Të shtunën ishim në Gjilan. Po Gjilani është shumë pak minuta larg Prishtinës. Ne ç'a bënim? Ktheheshim në Tiranë në orën 6 mëngjesit. Edhe ta tregon ky, tregoje pak. U kthenim 6 mëngjesit, që nesër do iknim prap në Gjakov. Për shembull të bënim në Gjilan koncert ose Gjilan. Marronim, vishim në Shqipëri, vishim në shtëpi, flinim gjumë, rrobat gati, 6 mëngjesit gjithmonë, 6 mëngjesit, 7 mëngjesit. Çëshim nga tresh? Po pse? Pse e bënim këtë gjë? Se zotërin e merrnin telefon. Duhet paraqisësh forcën. Ska o zemër jam I lodhur, nuk ka problem, vetëm hajde. Edhe le të shkretit për mos ta lëm vetëm që të vinte prap në Kosovë. Ishim gjithë bashkë. Theshim po. Shkoça sakrificë. Këtë gjë ne kena bë për 3 muaj rresht. Po ne rinim makinë praktikisht, ne zgjoheshim në mëngjes. Po në mëngjes ti çesh në orën 3, haje drek mëngjesin dhe nisesh prapë për Kosovë. Kena pas histori, kena pas atë historinë me mikrofonat që ishin vetëm 2 mikrofona. Po do të thënë që unë kisha shumë qef skenën. Donaldi se ka pas kur qef skenën. Ka pas. Donaldi kishte me siklet të madh skenën. Jo qef, se do të thënë kështu se kisha qef. Edhe Romeo se ka pas qef. Jo, Romeo, vdiste o plago, tallesh ti. Se unë Atë kujtojnë skena që ishim te një klub, se s'peja për me emrin, ishim në një klub dhe... Kishte fëmijë përpara, dhe bënde striptizme. Vlla, ku je? Qetësov. Jo, taj klubi tjetër. Taj klubi tjetër që kishim 2 mikrofona, tham jemi 3 veta, I tham atij. Tha po, pa kemi një, pa kemi me kabull. E kemi të shkurtër. Po është pak I shkurtër kabulli. Okej, tham ne, okej, në rregull, dhe dolëm unë e Romeo. Po kabulli ishte I shkurtër që ti mund të jetë DJ. Si fillim, hym në stage, ne? Se ishte me një hund ai stage, hundi që del. Edhe si fillim ju lash ju dyve unë, majt atë vetun atë mikrofonin për majt back vokalet. Pastaj vjen Donaldi, vjen mjeshtri edhe më thotë ma le mu kët pa. Edhe thotë po di sa larg, sa gjatë ishte 1 metër. 1 metër. Dhe aty te zona ku këndoj me mikrofon me kabel s'kishte dritë, ishte çikërsir. Si përfundum vetëm unë Romeo duke këndu sepse Donaldi nuk e lshoi mikrofonin me kabull. Sa I vinte Elgiti, Donaldi ishte domethënë kaq larg. Kujdesesh për mua këta. I thosh, I veja unë, I thosha, hajde ndrohemi, ta mbajun kallin, dilti para të shohim njerëzit, të performosh. Donaldi. Ne çdo po them se li vetëm Elgiti.
Se li vetëm Elgiti. I vinte Elgiti. Ka qenë e fortë, ka qenë. Se li vetëm Romeo skandal. Po pra, sepse do është tri aty mbrapa në hije. Ka qenë. Skandal. Po te ai klubi tjetër që dolën se kishte edhe kështu. Apo historia e klubit, dëgjoj, për mua ka qenë një eksperiencë shumë e bukur, ëh. Edhe për mua. Sepse përveç faktit që takoj e gjithë njerëzit që vitimi i parë që kam dalë koncerte. Pikërisht pra, ne kemi shjuar shumë. Aty po çfarë thua, kemi shjuar pafund o burr. Unë kam shjuar pafund. Ka qenë një klub tjetër që janë këto diskutime në klubin që unë si nuk kisha ndesh në me këto diskutime, por që të vinte të thoshte pronari për shkakun na ka ndodhur që mos ja presnin vetë. Do ma ulish. Na bënte muhabet e pazaresh. Ta bënte muhabet e pazaresh. Thotë. Jo, prit. Nuk e kam, jo. Erdhi aty tha, shiko çuna tha do bëni një ulje tha se pse më çka kanë ndodhur. S'është mbush. Nuk është mirë. Po. Dolem aty në rraf, full. Veni. Po vllai thash i tha Donaldi, po ja ku është full valla. Po ja ta shifet që ka tavolina atje tha në fund fare, tek tavolina. Çka ka ajo është boshta. Thuaj thotë. Po i valla ulu vet. Po çfarë do thosh? Shko valla ulu vet. Ulu vet tash aty pronari klubit edhe rregulli. Ja, ato burlot. Gjithsesi ne ja bëm uljen. Ja kemi bëm uljen. Edhe ai me uljen që i bëm doli nga halli. Doli nga halli, po shpëtoj. Ka histori shumë çuditshme. Histori të bukura. Unë kam shjuar shumë vëlla. Jena lodh shumë. Jemi lodh. Domethënë unë i bëja, jemi kënaqur se ka pas batuta shumë, ëh. Shumë për post me atë makinën. Ne kishim me makinën e Romit. Me makinën e Romit që bënte filtra, vaj filtra çdo javë. Ishte historia. E çoj për vaj filtra makinën, si gjitha makinat, kish bër 8000-9000 kilometra. Po. Dhe i them, të lutem bëj vaj filtrat, ku e çoj gjithmonë. Edhe e bën ai, okay, çdo gjë në rregull. Pas 2 javë gjys, 3 javësh, më ndez prap llamën e vajit. Ndez atë servisit. I thash atij vllai, e ke bërë mirë vaj filtra se do më lë rrugolla. Po hajde si njerëz se di tha i shkreti. E çoj aty unë më thot, valla më tha, po ke bërë 9000 kilometra për 3 javë. I kera bodës, rrëdhe për qark bodës. Praktikisht në atë makinën e kemi shijuar tani, Tani që mendoj, vete, e kam shijuar sepse aty ishte edhe një si lloj terapie me njëri tjetrin, diskutoni. Ne jetoni në makinë. Edhe do diskutime të gjata, edhe kena rrezikuar me atë makinën, kena pas një datë në Tiranë. Kishim Tiranë dhe brenda natës kena pas në Ferizaj. Në Marion di. Ka qenë një bëhet mirë. Ka qenë një 2 orë gjys, sa kemë bërë? 2 orë 10 minuta. 2 orë 10 minuta. Ka qenë 2 orë fiks sot Marion në regji. 2 orë fiks. Ka qenë. Ne duhet marroni 12:30 këtu në Tiranë dhe duhet niseshim për Ferizaj. I kena marrë ato kthesat e rrugës Kombit. Skandal. Lëre se nuk bën. Domethënë që të më thuash mua tani do e bëja prap. E po se tani të ka i porta Romeo. Jo, do thosha do e bëja. Jo, do thosha do e bëja se kam shijuar. Po pra, normal që ke shijuar. Romeo ka shijuar më shumë atë gjithë. Kështu Gito. Po si është situata tani? Çfarë po bën tani në një studio të re, në një shtëpi të re? Si është situata? Sa bukur moderon ky Donaldi, më trego pak, fillon me duar. Pak moderim, diskutim po. Para punës po merrem me këngë të reja. Po bëj shumë këngë të reja. Kam edhe nga demot e vjetra që i kam rikthy. Po. Kam diku ke seria është shumë vetëm. 40-50 demo që janë aty. Po. Për të futur në proces. Kjo është e bukur kështu për të kalu. Seria është shumë vetëm. Shiko, nuk është se rri vetëm, thjesht po mundohem të gjej. Jo, mua më pëlqen ajo mënyra se si ti mundohesh që ti krijosh ato veprat e tua. Absolutisht që ajo vetmia duhet, por tashmë po filloj. Në Elgiti është një djalë që lexon, shikon dokumentar shumë, i pëlqen të ri vetëm. E kupton, është çik e çuditshme ky proces i krijues nga artisti tek artisti, e kupton? E kuptoj, por tani edhe un duhet që ta zgjeroj pak gjën. Edhe studion, pra ne studio është bërë me tre studio. Prandaj po them. Po marr disa djem, le të themi, të talentuar. Dhe do fillojmë një proces ndryshe. Të paktën edhe unë kam për herë të parë këtë gjën. Label? Një record label. Po. So nice po. Me artistë të ri, me producentë të ri, e gjitha një energji shumë e bukur në studio që do ndihmojmë njëri tjetrin në çdo gjë. A ka mungesë labellash të mirëfillt në Shqipëri, Kosovë, në këtë industri? Jo, me sa di unë nuk ka label. Nuk ka record label jo. Me sa di unë nuk ka, po ndoshta mund të jetë dikush që është regjistruesi record label. Po ti e bën në mënyrën më të mirë të mundshme? Po nuk e di, dhe besoj që do jetë edhe për mua. Për vetmin time që ka një, nuk e di, 17 vjet. Është shumë interesant procesi i krijues. Po 18 vjet që unë krijoj vetëm. Pikërisht prandaj po them.
do jetë shumë interesante sepse realisht po filloj të hapem dhe nuk e di pse ka ndodhur kjo çështja e vetëm. Pse nuk do ta ndash për gjëra të tjera? Po. Nuk e kam kuptuar kur këtë lloj gjëje. Se kam kuptuar kur, jo, nuk është çështje, jo, mos nuk ka hapësira për zhgënjim. Është një lloj gjëje është personale, nuk e shpjegoj dot. Domethënë që dash të punosh vetëm. Edhe zërin du ta hudh vetëm, du të jem aty, po ndoshta edhe ka ardhur nga që unë kshu jam mësues, se kshu e kam nis vetëm, dhe ndoshta ka ngel si jo, ti je një djalë shumë sociale, ti nuk është se je vetëm se ti bashkëpunon me artistë kështu. Por nuk është se unë procesi krijues. Edhe procesin krijues e kam provuar që të punoj edhe me njerëz të tjerë dhe realisht e kam shijuar edhe energjinë që kam, edhe për tjerët e ndjej që të gjithë janë zjarr. Jo, energjia në studio është të paktën ndryshe nga gjitha studiot. Kështu që tani e tutje, po fokusohesh po fokusohesh. Do na japësh ndonjë emër? Kë ke fut në label që mos ta nxjerrim se është jo, do dalin. Do dalin vet avash avash. Mua Elgiti më gjan pak me maçoko me çizme. Unë punoj vetëm. Derisa, domethënë tek ajo po dhe personat që artistët që Elgiti po afron kanë plot vlera krijuese do thoja. Absolutisht vlera krijuese. Dhe mua po pëlqen kjo lloj fryme. Kjo lloj fryme, energji e bukur. Unë gjithmonë jam te energjia e bukur. Mund mos t'jesh talenti më i madh. Po. Por në qoftë se ke energjinë dhe punon dhe ke atë pak talentin, unë besoj që shkon përtej gjërave. Edhe unë ndjej që ndjej dhe shoh të gjë, po. Studio është krijimi i muzikës është energji. Asnjë nga ju nuk ka ditë mira asnjë pianoje. Po kur kena qenë studio, energjia e ambientit ka qenë që ne jam prodhuar gjithë ato. Domethënë dhe kushdo që ka ardhur në studio, domethënë po ta mendosh, e ka ndjerë dhe ka thënë, po unë mbaj mend. Unë mbaj mend, unë vija në 2-3 të natës. Thjesht nga një telefonat vetëm ma dëgjoj pak çfarë kemi bërë, gjëja 2 njerëz tap. Elgiti dhe Romeo, edhe dëgjoj, edhe më ajo është shumë këngë e bukur, ta nuk e kanë nxjerrë, nuk e kanë lançuar kur, por që vjen nga ajo energjia e mirë të prodhuarit, të krijuarit, edhe ishin të dy kështu syt me lotë. Ke parasysh, edhe unë s'dija tani të pëlqente kënga apo të ruaja këta të dy që mos çani më shumë. Çau kujtoj. Po. Procesi krijues është shumë interesant do bëj. Është shumë interesant se të krijosh. Unë kam thonë 100 herë që du marr dhe ke studio jote vetëm këtë ajo procesi kur ti krijon atë. Është prandaj po të them, prandaj dua tek atë pjesën, dua të di më shumë për procesin të krijues, sepse çdo artist ka atë procesin e vet. E kupton edhe ajo vetmia ndonjëherë të bën mirë. Duhet. Unë sikur tek studio Gitit doja thoya që unë sikur çfryem aty plako. Si ka mundësi të është shumë e çuditshme kjo. Si u ka një magji o studio. Domethënë edhe gjithë materialet që kanë dalë, unë mendoj se e ke nga birat. Se kemi sponsor, nuk e kemi sponsor. Jo, dhe mendoj domethënë që gjitha materialet që kanë dalë nga ajo studio kanë qenë materiale të vërteta. Dhe prandaj besoj që çdo gjë që kanë pas sukses, që është e vërtet edhe krijohet, që është pjesë e jetës të çdo kujt. Po. Kthehet në ndjesi. E vërteta gjithmonë funksionon, po. Dua të flas vetë për të. Deporton shumë thellë te. Sa e rëndësishëm është, domethënë një material muzikor, sa e rëndësishëm është të jetë i vërtetë. Po kam bërë domethënë dallon publiku, se unë mendoj që dallon shumë. Romi, të them një gjë, unë kam bërë edhe pjesë të dala nga shpirti, tekst, melodi dhe gjërat, edhe kanë funksionuar mrekullisht. Po. Kam bërë matematik, edhe s'm ka funksionuar. Çfarë do të thosh matematik për publikun? Shiko, jam po ke momente në studio për shembull që nuk je i frymëzuar. Po, patjetër. Dhe ti fillon e sforcon vetëm për të gjetë disa fjalë bukura, për të bashku disa fjalë bukura me matematikën që do ta them këtë gjë se njerëzit do mendojnë për këtë gjë, do mendojnë mu asnjëherë nuk më ka rezultuar e vërtet. Unë këngët e mia i kam marrë dhe nga ndjesitë të tjerëve. Po, nëse kam diskutuar diçka me Donaldin, unë ja kam marrë ndjesinë e kam kthyer në këngë. Patjetër. Por është gjë e vërtet, sepse janë fut te lëkura e Donaldit dhe kam ti mund të shikosh një film ose të marrësh skaz në një situatë sociale dhe ti mbushesh dhe ti bën një temë sociale, një gjë që unë me Gitin e kam diskutuar. Unë kam bërë, tash mos ta them filmin se është me një serial turk. Ngelin kokë duke e pa dhe ngela në të. Kë ke bërë? E zelin. Kam bërë një këngë
Pra atë është. Po kush na këngë, si titullohet kënga? S'di sa ne tu bë patni, du me dit veç tu me dit. A ke dalti me. Zeli për atë këngë? Po. Po Ose bro. nga kolona zanore ndoshta. Jo nga kolona zanore. Nga kush? Nga historia e dashurisë. Sa e bukur. Nga Këta janë historia e artistë, dashurisë, jo nga kolona zanore. Fare kolona zanore. Ka njerëz Se unë e Zelin se kam parë, prandaj Gjithë historia që ishte aty, më dha gjithë historia e dashurisë më dha këtë gjën. Po. Që edhe merrën këto fjalët, kupto, duke imagjinuar atë gjën. Thjesht ndjesia. Sa e bukur kjo, kështu që njerëz mos i shihni telenovela Absolutisht. kot. Po. Milioni diçka. Bëni me kong. Bëni një këngë në Byreka, bëni. Okej, te matematika të qëndrojmë. Sa matematikë bën me klikime për shembull? Në qa kuptimi? Në sensin, a ndikojnë klikimet e ty për shembull kur publikoni material muzikor? A funksionoi, nuk funksionoi, kapi 1 milion shi brenda 2 ditësh kapi? Shiko, A vazhdon ky trend i plaku, a vazhdon kjo? Jo, për mu tani në këtë fazë që jam, realisht ta them, në vërtetën ka pas kohë për shembull më parë që ka qenë problem për mu. Klikime, pra ndikonin emocionalisht e përjetoja keq, po. E përjetoja keq. Në këtë fazë, jo. Jo sepse kur ti krijon një fanbase statin, ata mezi presin që ti tullesh një këngë dhe që ta dëgjojnë këngën. Kështu që ti atë fanbase-in ta ke, duhet të jesh i qetë te kjo pjesa e klikimeve. Ja kuptoj. Nuk besoj që më funksionon kjo, ama e kam vujt po. A ke bën ndonjë ato horliqet, ke bër horliqet i blesh? Të blesh klikime? Po. Kam bler, sepse kam bler në një moment që s'më ka funksionu fare kur kam ble. Se nuk rezultoi gjë. Ishte bë trend blerja e klikimeve dhe po më thonin që blej se je push këngës sepse janë nuk i merja vesh të këto ADS ku dëgjon se si merja vesh. Blej edhe bleva 1 milion, nuk ndodhi asgjë me atë këngën. Vajti 1 milion e 50 e 200. Po, stopoj aty. Po, e kam provu, kam ble dhe nuk më ka funksionu kjo gjëja. Po, bra. Do me thënë je larguar kësaj fasade, se të blesh klikime nuk është për mendimin muzika e bukur është muzikë e bukur, dash blej, dash. Ore, bëj muzikën e bukur dhe blej, se s'ka ndonjë problem. Blej se nuk e di pse është kaq kështu kjo tabu, pse bleva, du me blej vëlla. Çfarë problemi ka? Ndje më mirë unë, po, do ta blej. Me veten time, s'ka pse. Po Giti thoshte gjithmonë domethënë nëse është se ne të paktën që ishim më të rinj te kjo gjëja, fillestar komplet, se tani e për kollos. Thoshim jo, vazhdojmë të jemi të rinj. Tani s'bëj fare unë. Edhe Giti thoshte gjithmonë që brother thoshte, nëse do e pëlqen këngën, ndash të blesh, ndash mos blesh, njerëzit do e dëgjojnë. Nëse nuk e pëlqen, do të deportosh te njerëzit. Ato janë shifra tjetër bukur. Ato janë shifra që po mirë, dëgjoj, se dua të se po flisim pak për njerëzit që ka ofruar për labelin. Po kitarist ka marrë aty ti për shkakun? Ne kam një këtu, e kam. Është një, është vetë ofruar. Si ke kitarist vërtet? O Kevo. Si Kevi? Kevi. Kevi, kështu e ka në Insta, Kevi. Edhe Kevi do jetë. Kush Kevi? Dali një sekond. Si më thash Kevi mos. Nga kitaristët më të mirë. Vetëm Kevi mos më thoni ju. O Kevi. Bli buk dhe hajde. Kevi. Hajde Kevo, hajde. Hajde se do bëjmë gjë të bukur tani. Do bëjmë një improvizim të vogël. Kevi. Do bëjmë një improvizim vogël, po inshallah po na del tamam. Po se mos dali tamam burr. Po. Tash na kapin edhe emocionet. Hajde. Sa emocione është. Po ç'emocion më ç'emocion. Për emocion. Ta bëjmë një rek në Prit ta tregojmë çfarë do bëjmë një. Prit. Kush ishte ideja? Atë po them, do bëjmë një beatbox vogël, ti shtojmë dy harmoni thjesht me z, me Kevin kitarë dhe do këndojmë një këngë. Si vetëm një. Si vetëm një. Këtë do ta bëjmë me këtë. Okej, mirë, hajde do provojmë, okej. Se unë jam akoma konfuz, domethënë ç'a do bësh? Fal zonë. Metronomi. Okej. Okej. Si kaqë? Prita pres, po. Okej. Hiku biti. Map një mi. Okej, hiku dhe kjo. Hiku dhe kjo thotë.
Okej, edhe prit ta bëre këtë tjetër. Okej. Si okej, qa po bën aty valla? Prit. Gati? Ja su kurios. Jej. Hajde Kevin. Ej. Si mujtëm njëri tjetrit me I thonë mjafton me kaq se më u kry sa të shtrejt e kishim dashnin ton deri atëherë kur po vrisnim çdo ditë, po vrisnim çdo natë, po vrisnim çdo ndjenjë që jetuam. Harruam çdo puthje, harruam çdo fjalë, harruam dhe jetën që ndërtuam. Unë dhe ti, vetes ja bëmë e premtimet nuk I majtëm të dy, jo nuk I majtëm dot, nuk ditëm me falne. E gabimet nuk I nalëm të dy, jo nuk I nalëm dot, vetes ja bëmë. E premtimet nuk I majtëm të dy, jo nuk I majtëm dot, nuk ditëm me falne. E gabimet nuk I nalëm të dy, jo nuk I nalëm dot, jo nuk I nalëm, jo nuk I nalëm, jo nuk I nalëm, jo nuk I nalëm dot, jo nuk I nalëm, jo nuk I nalëm, jo nuk I nalëm, jo nuk I nalëm dot, ej, 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 jo nuk I nalëm dot. Jo, sa e bukur. Sa e kam shijuar më plago. Bravo, kjo. Bravo, shumë lart. Kevo, unë sa pa Një me sekond. si ishte pak kështu si. Një sekond. O, shumë e bukur. Kjo ishte fantastike o plako. Më pëlqeu shumë, bro. Prit. Vetëm këtë do bëjmë? Jo. Kemi dhe dy këngë tjera. Kemi dhe dy këngë tjera? Dy këngë tjera, po. Po tani çfarë Do t'i bëni bësh në të njëjtën? Do t'i bësh në të njëjtën mënyrë? Jo, të njëjtën Ah, mënyrë, jo. okej, mirë, Po mirë, dëgjoj, domethënë Kjo ti është regjistrove. çik si më, ato janë pak më jemi pak në ndjesi është Kevi që u theqim njëri tjetrin, janë pak më ndjesi si këngë. Okej. Po tani çfarë bëre ti regjistrove zërat e tua? Registrova, po, registrova. Aha. Edhe pastaj dash një beatbox edhe dy harmoni me zë, kaq. Edhe thjesht për ta Ja, pra, për të bëu themën e Elgidit, që njerëzit duhet ta shikojnë Elgidit. Sa e bukur kjo plago, sa e bukur kjo Prandaj plago, duhet sa shikojnë njerëzit të kur Jo, krijojnë. po, është e vërtet, po Shumë e bukur plago. Nuk ta them jam se pak kam si me shokë, Se nuk të shaj dot, nuk të shaj dot. Shumë e bukur, shumë e bukur, shumë e bukur. Tjetër çfarë mund këndojmë? Zdi sa ne tu bo patni, du me dit, veç du me dit. A ke dalti me njeri, se m'than e lotët jo më nuk I nala. E lotët jo më nuk I nala, nuk I nala. Hape! Zdi sa ne tu bo patni, du me dit, veç du me dit. A ke dalti me njeri, se m'than e lotët jo më nuk I nala. E lotët jo më nuk I nala, nuk I nala. Të shoh teksa ikën në ersir të shoh, mos u ktheti të më thuash dëgjoj, se ndoshta një ditë do jem më mirë me tjetër njeri. Sa her për mene femri jot unë gënjej, I them se nuk të dua se nuk ka më fler. Sa her veç mia kthehet pak nga pak më fred, po tretem nga dal se ti më nuk e. Zdi sa ne tu po vatni, du me dit, veç du me dit. A ke dalti me njeri, se m'than e lotët jo më nuk I nala. E lotët jo më nuk I nala, jo nuk I nala. Zdi sa ne tu po vatni, du me dit, veç du me dit. A ke dalti me njeri, se m'than e lotët jo më nuk I nala. E lotët jo më nuk I nala, nuk I nala. Thanks, Kevi. Wow! Bravo. Nuk e bëra fix vjen origjinale, ndryshova ca gjëra rrugës. Po, shumë nice. Tani, Shumë e kam një bukur. kërkesë për ty. Një Shumë e kërkesë. bukur. Për të Një kërkesë, Qa do dalësh dhe do uj artisti, valla. Ha, pritu.
Regjia I pastër është ky ujë. Ja, mos u mendoni se helmuam. Jo. Prit, japi pak ujë artistit. Ja përse marr. O plako, tani unë duar nga ty. Nuk jam si ti, është një këngë e jotja që ti është. O, ka shumë vite. Këngë. Avash se po Po ishte ujë artistit. Ska që se mund të diskutojmë Se artistin. iku Mario kush do rin regji, po mirë. Ja mos e përregjistron e kemi plan të madh. Okej. Aha. Kjo kënga Nuk jam si ti. Është një këngë që ti e ke bërë Shumë para vjetër. 7-8 vitesh. 7 vitesh po. Po, mua më ka pëlqyer shumë kjo. Më ka pëlqyer shumë dhe unë e dëgjoj shpesh. Në zemrën që t'ka dasht, më themu mere maje. Po, shumë bukur. Po, ta maj mena Shumë të. bukur. Hajde. Jepi. Jej, Okej. jej. Se ka ditë se sa kum... Se di sa... Se di... Se di... Shien Qile, okej. Jej, jej. E ka fiksin. Janë shenjat që I le, se ka ditë se sa kom dje, e vetes nuk ja fale. Se ka ditë sa shumë për mu këndje, e mle pa frymere zemrën ti me maje. Sa m'ke lëndu, unë e maj men, se m'ka dhem, jo s'pa ti ndje, një fare jo nuk pat, e mrena shpirtin hel ma boni mu, dal nga dal, m'zhyti thell e m'thell. Se ti dha shkejta prej zemrës, se shpirtit më dolon në msollën prap atje. E diti jon prap me ty, dhe vetëm të shoh, se nuk di të turej. Po ta kujtoj ty sa vrave, sa vrave, sa vrave. Vazhdo në vrete, nuk e di më jo sa her, më duhet ta ndjej. Ej, ti n'faje, e le zemrën që t'ka dësht, e m'the mu mere maje, se na nuk muna me kom bashk. Ej, prap mi le mu keto faje, e le zemrën që t'ka dësht, e m'the mu mere maje, se na nuk muna me kom bashk. E m'the mu mere maje, se na nuk muna me kon bashk. Se di tash se mund ta kem gabuar diçka te teksti. Nuk e di mund ta kem gabuar. Nuk e di. Nuk e di se mund ta kem gabuar çik tekstin, por brother, thank you. Kevo. Vazhdo të jesh më I mirë. Duhet të përcjellim Kevin, me ke qardje, okay. Veje çik I valle rrugë Kevin. Kevo, e kap do Desperadon? Kot, se është pyetje tamam gjithmonë kjo për atë. Kevo, të falenderojmë shumë, zemra je më I miri. Je më I miri zemra ime. Hajde kjo. Edhe vetëm suksese Kevo. Kevin e shohin nëpër projekte kudo dhe është absolutely. Kevi shumë shpejt Kevi do t'i bëhet një kontratë që s'ka ku shko më mos i them. Do rri vetëm studio. Hajde Kevo, gjëra të reja. Dhe sa të vazhdojmë me pjesën tjetër, unë do doja të kalonim në një hapësirë shumë të shkurtër publicitare dhe kemi pas pak për të folur për gjithë gjën që ndodhi tani. Okej. Publicitet. Dhe erdhi momenti që ne të falenderojmë Smart Home Albania që mbështet më lër ta mbaroj. Pse Smart Home Albania? Sepse vetëm me Smart Home Albania ti mund të jetosh më zgjuar. Çfarë bëjmë ne ku na ikin dritat? Marrim telefon Eurocall Service. Pse? Sepse është kompania lider në treg për gjeneratorët që kanë mbi 35 vite eksperiencë nga të gjitha kategoritë, për shkollat, për spitalet, për institucionet, për pallatet, për shtëpiat, për çdo gjë. Mjafton të kontaktoni Eurocall Service të merrni aty gjeneratorin që ju takon. Okej? Se Eurocall Service, sepse është energji që nuk ndalet. Unë e them shpesh, nëse ke probleme me syrin, mjafton të shkosh te Klinika Europiane e Syve. Pse e them unë këtë? Sepse është klinika, ish spitalet, themi, më e mirë e syrit në vend. Ndodhet tek Komuna e Parisit me në krye doktor Kastriot Boriqin. Klinika Europiane e Syrit, faleminderit që më shtet më lër ta mbaroj. Electro Magic. Çfarë është Electro Magic? Është kompania më e mirë në treg e cila tregton elektroshtëpiaket. Me marka si Teka, Hagen, KitchenAid, Miele, që janë më prestigjioze në treg, se nuk po I them kotun të gjitha këto. Pse është tek ne Electro Magic? Sepse me Electro Magic ti mund të përjetosh eksperiencë. Sa e bukur kjo që tash. Faleminderit Electro Magic. Me Simac Albania, ke akses te makinerit më të mira dhe më të fundit të përpunimit të drurit, plastikës, metalit,
janë liderat europian që vinë në Shqipëri për ty që do të hapësh një fabrik të këtij lloji. Simak Albania ka stafin e kualifikuar për çdo problem dhe çdo pikpyetje që ti ke. Se Simak Albania është lider në treg, sepse është teknologjia që rrit prodhimin. Dhe pam një super performancë nga Zhani Ciko. Sa jam knaqë, do ma knaqë... Ma knaqë lëkurën. Puçkuriza. Sa do doje që këto gjëra të ndodhin më shpesh. Po, edhe do ndodhin. Edhe do ndodhin më shpesh sepse... T'ja ishim të kufjet Kevin. Hiqa Kevi se... Ai ka lënë një pjesë të tjetër aty. Ai ka lënë një pjesë të tjetër aty. Po shumë e bukur sepse kjo pjesa spontane kështu me kitar, beatboxing, e kupton? Nuk para se bëjnë dhe në studio në këtë gjë. Jo, unë e bëj shpesh vetëm këtë gjën, për t'i dhënë pak... Prap vetëm. Po, vetëm derisa të bëj atë që do të bëj. Okej. Di pse se t'jep diçka ndryshe. Për shembull, kam një ritëm në kokë, thjesht e regjistroj. Edhe mbas atij ritmit mund të luaj harmonit, mund të luaj bas, mund të luaj gjërat, dhe del diçka shumë interesante. Edhe ti që e ke kokën. Edhe pastaj i zëvendëson. Ato beatboxing që ti ke bë, zëvendëson me kick, me snare, me hi-hats, me gjëra të tjera. Po sa më pëlqen kjo muzikë gjallë kështu. Gjithmonë muzika e gjallë. Më pëlqen shumë. Për muzikë gjallë. Kjo është spontane, në mënyrë spontane të bërit. Gido, çfarë mendimi ke për viralitetin? Qofse për shembull njëra këto këngët bëhet shumë virale në TikTok e kështu. Për TikTokun. Gjithçka, jo, sot ka kaluar gjithë gjëja ka kaluar virale. Virale, po. Vetëm thjesht ta përdorin për mirë. A mendon viralitet, sepse sot gjithçka bëhet virale, edhe e keqja dhe e mira dhe çdo gjë. Ama nëse ti mundosh. Po jo nuk ka, çfarë rëndësie ka thjesht që nëse do një artist i ri e ka mundësinë sot. Se ne kemi unë kam pas mundësi shumë të mëdha në momentet që kam hyrë muzikës atëherë për të promovuar, për të bërë, kuptoj dhe sot është më kollaj. Është më kollaj nga të rinj, po sigurisht edhe për. A funksionojnë për shembull nëse ti bën një material që është okay, ndez në TikTok, për shembull një pjesë atij materiali. A funksionon e gjithë kënga pastaj kur ti e nxjerr në YouTube? Absolutisht që po. Funksionon, po. Po çfarë të bëjmë pra? Në rastin tim për shembull, un jam pak old school, po them, kupto, se ndoshta do të isha edhe më aktiv në këto, po nuk e kam tip për ta bë, që të bëj shumë gjë. Edhe po të shohësh këngët që më janë bë virale, mua ke një pozicion studio. Kamera këtu në studio nuk. Edhe unë i them shpesh, po ndroj atë planin. Po ndonjëherë është një plan, kupto? Po ndonjëherë janë më të bukura këto që janë spontane me të njëjtin plan se sa ti të realisht Donald sot mundësit janë për artistët e ri, çdo lloj gjëje, thjesht talent dhe jepi gaz, sepse edhe nëse unë nesër do kërkoj një talent të ri, do shkoj direkt te TikToku, ose ke Instagrami. Okej, po ç'a po ju mungon këtyre të rinjve sot? Ç'a po ju mungon domethënë? Sepse po ta shkosh në brez i ri, nuk është se... Shiko. A ka shumë prurje? A ka të rinj që po ndezin? Ka prurje, ka talenta. Po ka talenta, po kush janë këta? Shiko, po do dalin diku. Se unë do doja shumë që të dilnin të rinj. Po mua pëlqen kur për shkak deli këngëre një artist i ri. Di çfarë është një lloj gjëje, është pak çështje brezi dhe çështje kohe. Në fillimet ku isha unë për shembull, po ta them në gjuhë teknike, ishin gjëra shumë të vështira. Ishte për me gjetë një kick ose një snare aty. Nuk e di sa librari mund të hapshim që të gjeshin të pastra si na duheshin, s'kishim për shembull do bëjmë një house, muzik house, merrshim një sampler të hip-hopit, kick të hip-hopit nuk gjatë mos i house, si një hip-hop me ku dëgjon, kupton? Do të thënë lodheshit shumë për atë material, po. Sot është ndryshe, sot i kanë gjitha gati. Po mos mendon se i ka dëmtuar pak. Ama sot shikoj një gjë tjetër që nuk kanë vullnet. S'ka vullnet, a? Vullnet, nuk sakrifikojnë për atë. Nuk kanë vullnet ose ta them më mirë, nuk kanë egërsi për sukses. Vërtet atë, sepse është aty. Është aty dhe nuk e kanë ambicien të shkoj ta kap atë gjë, sa e ka. Mund të dali dhe ta bëjë, po sepse kjo është reflekset, po. Nuk e bëm. Po si kam thënë, kjo gjenerata Z? Gen Z apo s'ka lidhje? Këto gjenerata Z, stres. Po sepse ne për shkakun na ka rastis edhe në studio pa përmendur. Po që është gjeneratë, shikoj, generatë e bukur. Është gjeneratë e bukur, është edhe unë them që është gjeneratë me shumë talenta. Me shumë që këndojnë anglisht, që bëjnë vija, që krijojnë çdo lloj gjëje, që krijojnë tekste, ama thjesht duhen gjetë elementet ku janë. Edhe ti marrësh dhe pastaj të shikosh se sa ambicie do kenë
për të ecë përpara. Për mendimin tim kjo është ajo që ndodh, që nuk kanë ambicie, nuk kanë egërsi për ta kap. Nuk janë të jetur për atë suksesi, për ta kap suksesin. Okej. Po çfarë ndikon? Ndikon që kanë gjitha gjërat gati? Për shembull, një nga gjërat që duhen gjithajsoj Po sepse vetruri i njeriu nga që ti po scroll në Insta. Ç'është AI? Po, patjetër. Ajo, për sa i përket muzikës, është një timbër. Okej. Një timbër vokal, qoftë femër, qoftë mashkull. Në fjalë janë, si më thon, 5 lloje. Po. Timbrash, që këto tash i përsëriten te çdo vi melodike, qoftë edhe të këngë të risjellur. E ke dëgjuar të ute papa ute? Po ute pa, po ai vokali këndon dhe 1 milion të tjera. Ama njerëzve u pëlqen kjo. Ai ky thot s'ka shpirt. Nuk ka shpirt. S'ka shpirt, ama njerëzve u pëlqen. Kjo unë besoj që tash AI për mendimin tim, po fillon të dalin nga ishte interesant në fillim. Tani për shembull unë vet kur e dëgjoj, unë e dalloj direkt që është AI dhe nuk më hyn më. Po dallohet edhe nga njerëzit që janë profesionistë. Po ndoshta ky AI ka dëmtuar pak artistët. Jo, është i njëjti emocion, jo mos e ka dëmtuar fare. AI për një producent që e mban thjesht si asistent. Okej. Asistent. Po. Është super gjë. Po për ta të tjerët. Nëse ti për shembull unë do futem të krijoj në AI, që t'i jap unë direktiva që të më krijoje, unë do vetë trurin tim gjumë. Po pra, këtë po them. Kjo besoj që për mendimin tim është gabim kjo gjëja. Unë AI e kam përdorur për shembull te Sanet. Ajo fillimi fare, kupton? Me ato zërat, kam marr tekstin, nuk e kam bërë, unë e ka bërë i shoku im, Hazy, po kam bërë, kupton? Atë e mori refrenin dhe e bëri, po aq për asistencë, jo për gjë tjetër. Për gjë tjetër që të hyje, të më krijoj mu melodin, të më krijoj mu tekstin, ti po vën trurin në gjumë, edhe do t'ja ndjesh të keqen më vonë kur ti të fillosh të aktivizohesh për të kriju dhe s'do mundesh dot. Okej, çfarë mendon për të brezin e tanishëm të artistave, apo i suportojnë artistat e rinj? Unë besoj që tani është koha më e mirë që për artistat e ri që t'i japin zjarr, sepse po vjen një kohë po ndrohet cikli. Besoj që po. Besoj që po, që cikli po vjen edhe po. S'është me kohë. Sa e vështirë është për një artist për egon e vetë që t'i japi dorën një artisti më të ri dhe të bashkëpunojë? S'ka lidhje fare, sot ne folim shpara. S'ka nevojë fare t'i japi dorën. Bëj super këngë, TikTok dhe maro. Në rrjetet sociale, sot ai që ka telefonin në dorë është nuk TikTok ose Instagram nuk është një super këngë sot të bëhet hit për 5 minuta. S'ka nevojë që artisti Xhebrata të marrë të kënga magjike, këtë po thoj. Po, pak a shumë. Po. Noton? Po, thon ndryshe. Yes. Qa po flisim që para ty, Elgit, për këto planet e tua për të ardhmen? Edhe unë do, e para punës do... Se janë shumë interesante, do me thënë, dhe janë ca vendime shumë... Unë do këthejmë 23 vjeç, do bëhem dhe njerë 23 vjeç. Po, okej. Edhe do filloj dhe njerë... Te kënga magjike. Kam sa... Jo. Qa, do vesh dhe njerë 23 vjeç? Ja, shiko, e para punës... Nuk di si ta them këtë gjën, po jam lodh duke mendu për këngët e verës. Okej, kjo është një temë shumë interesante, po. Jam lodh duke mendu. Duhet hiti verës, gjithmonë çka hiti këngë më këngë, lënë hiti se hiti nuk e di asnjëne. Jo, po se ka artist, do të thënë kjo që të marrin studio thonë gjë çik hitin. Ose ta vën telefon, gjë hitin. Ore ti tha mirë. Hit, edhe ti do t'i thon hit e ka. Thjesht është çështja që më ik pak nga këto, i duhet me bë këngë shtator, duhet me bë këngë tetor, jo po duhet vi verë. Kam një këngë të mirë, po do ta nxjerrë qershor. Kjo është verë vëlla, kjo është verë, gjë është verë. Artisti e ka çika të mund ta nxjerrë këngën e verës ndihmë. Ose janë këto, ta kishe nxjerrë që në maj ti. Kishe bërë namin, po. Kishe bërë namin, po më do folë, unë do folë. Po s'm lat. Po duhet lëm të mbarosh, do të lëm të flasësh, të mbarosh. Të mbarosh me kujdes, me kujdes. Jepi, s'ka gjë. Po s'ke faj më zemër. Du thjesht të bëj një cikël tjetër për veten time. Jo rilindje, por një rishpikje vetes time, pak ndryshe. Thjesht nga shtatori ose nga shtatori po përgatis disa këngë, ndoshta vi me album, ndoshta vi me EP, sa do të dëgjoj një album nga ty? A di se është problemi, ai albumi nga unë mund të nisi tash dhe të marrë në 2200-ën.
Maq sa. Por Aq i fiksuar se nëse do jem vetëm. Nëse do jem vetëm, kjo ndodh kështu. Mas 2200 mund ta ngjesh albumin tim se unë të futem aty detajiste, gjërat e dalliqe, kështu që dhe me grupin që është mbledh në studio, besoj që do më japin një dorë të mirë për thjesht për ta çu këtë album në disa shumë lloj rrymash, shumë lloj gjëra të reja sa mundemi, sa kena fuqinë dhe mendjen për të krijuar disa gjëra të reja. Disa këngë shumë të lezetshme aty në stoku, por që i ke shumë bura, por nuk i nxjerr. Nuk më bindin, mos ta hapim këtë temë se është temë, nuk di sa njerëz, po nuk më bindin dhe kjo është problemi im pastaj që kur s'më bind. Dhe nuk du. Kjo gjëja, nuk bëj kompromis për këtë gjë. Ndoshta mund të jenë shumë bukura, po unë nuk arrit ndoshta ti dalloj që janë kaq të bukura. Ose nuk e di, është çështje ndjesie, nëse ndjesia ime. Nëse thua që do vish me album? Jo, nuk do vim me album. Unë jam duke punu për këtë gjë. Po pra, duam të vendimin tënd. Nuk do t'jap du të vinë ndryshe me çdo lloj gjëje që kam marrë deri. Rikonceptim komplet. Rikonceptim për veten time. Sepse edhe pak absolutisht. Por vjen një moment që kërko diçka më shumë. Po, të thua kush është hapi radhës, po. Ndonjëherë jam si më thon i dyshimt nëse po, pastaj jam po sigurt të rri këtu se është ajo pasiguria, le të rri këtu te këngët që po bëj. Por jo, du ta marr këtë hap thjesht edhe për sfidë të re. Është si lloj sfide e re, një lloj gjëje e re. Dëgjoj, ti je një artist që krijon vetë, edhe me bashkëpunime me artistë të ri. Bravo, pra. Unë nuk është se nuk e kam bërë me artistë të ri, e kam bërë pothuajse se gjithmonë, por këtë herë pak më ndryshe. Me i përzi pak rrymat, kupton? Me qenë pak më eksperimental. Ke gjërat, po duke i nejt melodisë që unë kam kur them për melodin që të pëlqejnë. Pjesa tjetër pastaj mund të jetë pak më eksperimental, orkestracioni, bitet e të gjërat e tjera. Okej, po me klubet çfarë do bësh, Elgit? Me klubet jam shumë. Domethënë çfarë po mendon për situatën e klubeve sot? Nuk po më jep klubet tashi është nuk du me arrit që të kaloj që po i shaj klubet ose. Jo, absolutisht nuk dua të di mendimin tënd. Nuk e kam ndjesinë që kam pas për dalën klub. Se vjen kjo pra? Po ndoshta dhe dalja në koncerte, ndoshta dhe me Albanin, ndoshta duke pa dhe kolegët Yllin, Dafinën, kush ka bërë tjetër koncert, është pak ai është prestigji i artistit në funditës. Kupton? Që të sjelli fanbase-in e vet. Ai klubi do zoti sjell fanbase-in ta, po janë edhe disa njerëz të tjerë që nuk janë gjithmonë, dhe nuk vinë për ty. Gjithmonë që duhen dalin, kuptoj dhe absolutisht pa heq asnjë pikë edhe presje që kënaqesh, ka dhe ajo kënaqësinë e vet klubi. Patjetër. Po kjo gjëja është më aty e shijon shumë që i përshtatet, që i përshtatet artistit. Nga ty kur do kemi një koncert? Unë thash për albumin 200 vjet, po imagjinoj ti tash ti vi koncerti po a është në planet e tua? Sigurisht që është në planet e po, është absolutisht. Unë do doja shumë domethënë. Absolutisht, por unë do doja shumë tash i vjen koncert. Absolutisht, thjesht ndoshta edhe tash që po e mendoj, ndoshta edhe ky cikli që mund vi i ri në shtator i ri thonshim po. Jo, sepse unë i kam dëgjuar 2-3 materiale. Edhe ky cikli mund të vijë si saj që të përgatis gjërat për më tej. Për një koncert tim, pse jo. Nuk e di pse kam përshtypjen që mund ta bësh shumë shpejt. Jo shumë shpejt, jo. Do koneve. Mirë, ja po them një vit. Minimalja. Po pra. Minimalja, nuk është ndryshe, nuk po se pash gjën, po se vizualizova të gjithë gjën. E di çfarë doja unë që të bëje ti, që ta shihnin dhe njerëzit. Ti të bëje, domethënë të bëje video ose të ishe më afër publikut, me procesin tënd krijues. Sepse procesi jot krijues është një gjë që mua më ka fascinuar, më ka habit shumë. Sepse ti je një artist i momentit, në momentin që ty të pëlqen diçka ti futesh e krijon vjen aty melodin,
Do më shto ushto mia dhe e ka procesi Sa shumë. kena qesh të Toxic Clubi. Kalbia, venda laknia. E kupton kështu. Shu lindi kënga. Dhe u qeshtin, këtë kur në gjuma, si qenë ka dashnia. Është Sa bukur. njerëz, është magjik në mënyrë se si ai krijon, është unik. vërtet, po ka një Dhe gjë. ka një kokë plot me vija me Se nuk e tregon do. Po ta, a di çka ka një Se nuk e gjë, tregon, ma, po mos njerëzit jo, është shumë e bukur, Dakor, po. më dakor se duhet të bëj. Njerëzit to gjëra duan ka përshtypjen. Duhet të bëj në pjesën, shiko, un kamerën e kam pak, për shembull këtu jam më rehat. Po. Jam shumë rehat se për shembull janë to kamera tu, po zëre se nuk janë. Se Po, nuk ka një njeri mbrapa për shembull që. E drejton. Për ta arsye ke marr. Kur i kam kamerat ose kur po e kuptoj që Po disa duhet punosh po me duhet këtë. ta humbi absolutisht nëse e le kamerën në rek. Po diçka pa ta bën studio. Pa ta vu kamerën për këtë lloj gjëje. E kisha vu një. Po si vati bleu kamerën time për ka stile për të filmuar Një të fotografuar. madhe. Jo re vuna një kamerë vëlla, një kamerë të madhe në Fuji, studio. no, Jo re Fuji në kamerë si këto. Po, kamerë das, E për vuna shumë, marr ato aty të da. ndaja, thjesht për ta marr regjistrim. Po çam nothe. Hysha në studio. Sa është të vjen re kompleksosh. Urëm kapte ankthi kush po më shef. Hysha në studio, prit. Hysha në studio kush shifra gjonë e modhi si damvlla aty. Po e mbaj mend do kamera lart, Ora, mbaj ma, mend. edhe- Që është gjithë kjo që pa ne. Mira jo. Po. Po thosha, Si Squid Game, unë që ëh. e di që kamera nuk gjinon as, imagjinoj njerëzit kur të vinë. I të morë telefon ato, mi hiqi ato kamera tash unë shpejt. Po është shumë e bukur, ishte e madhe, është shumë e Por bukur. është e vërtetë ajo çështja se ma thonë edhe artistë tjerë që punojnë me mua. Është shumë e bukur, për ma. atë procesin. Por duhet të jetë një kamerë për shkak që e vet dikush. Se se unë të kam parë vetëm, Për të kam shembull, parë me artistë të tjerë. vllai e bën lajërti për shembull, e bën. E përshëndesim DJ Lam. Po. aty. Po. Vllai e bën shpesh herë për shkak që më Përshëndesim. ka pamendje dhe unë aty kam emocionet fikse se si duhet dalin Po, i kam bra. aty te ato. Edhe unë kam që këtë që kur ndizet kamera Po filloj përveç të emocion, procesi jo të krijues është fantastik. O luj me dure me koma po Po bra, ke vërse shumë e bukur. Dhe njerëzit duhet ta shohin këtë, duhet ta mendosh. un shaj nga gëzimi. Po. Nëse jep një trak bukur një grua, Çfarë thua? shaj nga Si gëzimi. sa ku na gëzimi. Po lema Po si është shaj. ka vërse, po. Okej. Shumë e bukur. Procesi i bukur. Po do Do- doja shumë që ta shkoja. doja Dhe shumë, ishte unë e kam shumë e parë, po ta veçantë, ishte shumë e shifin, veçantë që dhe njerëzit ta shihnin se sa Vërtet është. artist është Elgiti. E vërtet. Sepse jo të gjithë besoj se të dinë se si e ti plavo. Ke nxjerr shumë shumë pak nga shumë vetja. shumë Jo, shumë shumë pak nga vetja. Gjithë njerëzit për shembull që vinë edhe kur më takojnë edhe bëjnë muhabet edhe rrinë me mua. Po, Nuk e di pse e jap këtë qasin sikur jam për shembull në menje madh, në kështu që s'flasë kështu. Kur vinë në studio, gjithë mi fjalë zhvishen nga komplekset. po sepse Se asaj gjë se thon se kështu që e ke ti kupton. se është djalë me shumë këmbë në tokë, edhe Jo, një artist që nuk është me e di. këmbë në tokë, Realisht Romo gjithë E di, për shembull, e di. ore dhe ma thon më vonë që ore sa ka menuar për shembull që ti je me në map. Ç'lidhje ka unë me në Jo, map. fare zero. Po. Fare zero. Po Nëse- nëse njerëzit gjykojnë, po duan të paraqykojnë, po Ndoshta po takojnë edhe nga afër kjo tjetër. gjëja që un ku kam dalë intervista sa aty besoj më kanë njoft, kënd intervistat kam qenë pak si trem kështu. Po pra se te kjo intervistë është shumë ndryshe, nga intervista. çka ka që rriky kështu. Po Pse? Ti s'e ke pas frikë vërtet apo? Qa frikë më valla sikletë. Mendoj se nga ka kamerët. frikë. Po jam është sikletë burr sikletë nga kamerët ku më duket ta kamera sikur ka është në një me gjyle. Okej, unë doja flisim çik për familjen. Git. Sa kohë të del ty për familjen? Do të thënë nga studio, nga gjithë ky proces krijimi etj etj. Sa kohë i Të kushton mos klasë gënjej, të mos gënjej. Romo, koha në muzikë më merr shumë kohë. Por kaloj kohë me ta, Okej. kohë me ta, po do doja shumë të kaloja kohë me ta. Por ajo dresh muzike kur futesh aty brenda harron orët, harron çdo Po gjë. s'ka ora aty brenda. S'ke ora aty brenda dhe por me kritin merrem dhe me muzikën merrem me të. Merrem shumë, edhe me pianon, edhe me beatbox, ai bën beatbox. Vërtet, a? Po, është 5 vjeç, bën beatbox, Sa e i ulet mirë në si piano. është. Sa bukur. Ritmin për shembull ritmin që se ne kena trashëgimi ritmin Po. nga familja se kam nga babi. babi. Nga babi, po, baterist. po. Në ritëm është absolut. Edhe kur është në absolut ritëm nuk më duhen tjerat. Vetëm të jetë absolut ritëm se tjerat. Vetëm ketë vesh e zëmra po. Vin vetë. Vin me kohën. Okej, unë kam menduar një lojë për ty Elgit. Shkurt na fusin kritin mrena tash. Jo, Se i boni këto ju amon. Te Te keni boj era, te keni boj, ha. Jo, Është jetë tjetër. Dil kot. Tani, unë kam printuar disa foto.
Mendoj se po tallesh. Jo, kem, Po tani një lojë do ta bëjmë më burr këmon tani. Ta bëjmë më, si nuk i kemi thënë realisht për të lënë, a bëjmë? Po se bëjmë. Hë? Ore, bëjmë. se bëjmë. Skaqë se bëjmë. Dajmë 3 foto. Tani është shumë Si është loja? hipotetike. Okej. Si është loja vetëm Shumë mirë. Tani do të them, do të tregoj 3 personazhe. Prit një sekondë. Po dale më çka ke u, po çka ke? Është problemi i sikletit që më fut sikletë burr. Po çfarë sikleti më po dëgjoj se shumë e bukur. Atëherë, kemi 3 personazhe, okay. Me kë do veje për shopping, me kë do bëj një xhiro me makinë dhe me kë edhe me kë do diskutoje një problem tëndin. Me kë do shkoja për shopping, me kë do bëj xhiro me makinë dhe me kë do diskutojë një problem një tënd. problem tënd. Për shopping do shkoj me Dafinën. Se ka stil, okay? Për si ishte tjetra? Xhiro me makinë. Xhiro me makinë me dhuratën edhe do flisja me Elvanën. Do të javësh Sa Elvanës? bukur. Nice, okay, Sa spontane bukur. shumë. Shumë mirë, shumë e bukur. Tani, Është kemi një 3 dëgjues me tjera. Elvana tha po, okay. Kemi Tajnën, 1. Po se ke gjetë foto aq Kemi, vogël? po se S'kishte boj prindër? nuk ishte boj prinder. Okay. Kemi Tajnën 1. Po. Kemi Oriola Marashin 2. Po. Kemi dhe Melindën 3. Tani, shopping, udhëtim me makinë, edhe me kë do flisje. Do të thënë që do flisje, do rrëfeshe. Do rrëfeshe, do diskutoj valla. Po, okay, më bukur dëgjon. Ha. Ai, more. Mos nuk është të vjesh të Oriolën shopping me Po pse Xhiro me me shopping? Po do t'i them, po po them, po i kap marrë busë. okay. Ore po biro. Me Tajnën xhiro me makinë, me Lindën do flisja për gjëra për në halltimin. Si di tash. E çuditshme, këtë zgjodhi të parat, e çuditshme. Po, Këtë zgjodhi të parat, e çuditshme. Po më çudit. Okej. Kemi Elisa Spiropali. Kemi Josefina Topallin. Po. Kemi dhe Sara Milen. Me kë do bëje xhiro, me kë do bëje shopping. Ah, Sara është po. Aha. Dhe me kë do Shiko, shopping Dhe me jo, kë e do para hapesha? punës me kë do hapesha me Josefinën, s'është. Ka moshën, ka eksperiencën. do diskutoja. Okej, do diskutoja. Do diskutoja. Po shumë e bukur, aha. Xhiro me makinë do bëja me Spiropalin. Me Spiropali xhiro? Po. Po nga do vesh? Nga do veje? Po mirë xhiro më burr. Po nga do vesh, unë më vjen Do tonë. dëgjoj në burr ku do veja. Aman më çfarë çesi klienti më. Aman Ore, do iki- me Sarën do bëj shopping. Shopping, shumë i Aman. bukur, stil ka, shumë e bukur, shumë e bukur. Më falni, vetëm do ju pyes për një gjë. Ku është qëllimi jo vetëm me ju, Ja ta them unë. jo vetëm me ju. Ja ta them Ku unë. është qëllimi i gjithë emisioneve që bëjnë këto krahasime, kush është më i mirë, kush është më i keq? Ja një Jo, jo, nuk Jo, thash. po kjo s'ishte më i mirë Më i me mirë. Jo një. pra, jo. Gjithse bëjmë këtë, Ha. sepse na e kërkojnë. Kërko populli Na që të bëhet Po viral. ti se nuk i di gjërat, nuk i di gjërat, ne po do flasim Po për zero po për klikime, një situatë e lezetshme. Ka, do flasin dy portale, dy gjëra, po ka që se çfarë nuk e vërtet nuk e kupton Përveç se se do do bëjmë vërdall. Për shembull, kjo që u bë tani me xhiron në makinë këto do hape se ishte shumë interesante. Dhe kjo mund të ishte edhe një lojë mes miq, për shembull, edhe po të jenë këto situata shumë shumë. Jo vallaj se unë luaj me këto lojra. S'kemi luajtur ndonjëherë me këto lojra ne. E çuditshme që e bëm Donald. Okej, shumë mirë. Mirë. Kemi një lojë tjetër tani. Kemi një lojë tjetër tani. Mario, futet çik atë. Do zgjedhësh mes një të alkolizuari, një gay, edhe një njeriu i cili nuk ka gjetë përkrajjen e duhur në muzikë. Ta të tre do t'i marrësh dhe do t'i çosh ku të duash. Dhe kur të kthesh do më thuash si ishte intervista. Edhe Jero na çaj ishte Nëse kjo. pisha kam u kaq. Kjo ishte. Si tu duk intervista? Po pyet Donald. O më se nice ishte. Shumë bukur. Si tu duk? U kënaqëm? Jo, Ha? mirë. Unë Ka jam kjo zgjuar funit këtu. s'm pëlqen fare. Te kush te kjo? Ka baba. Kush Elisa? Flasëm për Pse? të. S'jam më burr Elisa? shumë, jo më s'm pëlqejnë Ah. to kështu e burr. Ha Si mendova. pëlqejnë këto lojra aty? Pëlqejnë. Prap, unë e respektoj këtë tënde. Që ti e thua ka çfarë për s'më pëlqejnë. S'm pëlqen. Edhe unë të them të drejtën, nuk është se jam krenar që e bëm si. Di, Ide Donaldit ishte, po nuk është se jemi krenar Nuk apo është se jam krenar. Po që më pëlqeu që ti reagove kështu.
Dhe më pëlqeu që bëre ca pyetje. Po mos më pëlqen vëlla, jo mos më pëlqen realisht. Jo, shumë e bukur, shumë e bukur. Është shumë e siklet shumë e bukur. Shumë njerëz ose bëni më këtë drejt. Okej, Gido, ne të falenderojmë shumë që ishe këtu sot. Ça falenderimi. Jo, Do falenderoj njëri tjetrin Do do doja që bëjmë ti ishe më shpesh. për protokoll. Jo, jo. falenderoj sepse di do më të thash bravo. edhe në një pjesë tjetër që do doja që ti ishe më Po, shpesh dhe të pse diskutojmë jo, dhe tema pse jo. sociale. Dhe pse vetëm për muzikën, po të flasim për tema Absolutisht, sociale, për disa Kur të për doni- disa gjëra që ne I flasim dhe jashtë kamera. Pse Kur jo, të doni numrin tim e diskutojmë keni, këto. vetëm merrni dhe jam gati për çdo gjë. Drop the mic, bro. Okej. Okej, si jemi të shtunën e ardhshme në MLR ta mbaroj. Faleminderit Giti. Jeti, mos harro kitaren. O jeta ime. O drita ime. E mbyllë, mik, po kaq ishte, ju pëlqeu? Ju duam.